Çka do të thotë saktësisht pasurimi i uraniumit dhe sa i avancuar është programi bërthamor i Iranit. Uraniumi natyror, ai që nxirret nga toka, përbëhet kryesisht nga një izotop i quajtur U-238, por ai që ka vërtet rëndësi, pra ai që mund të përdoret për të prodhuar energji në reaktor apo për qëllime të tjera, është U-235. Në uraniumin natyror, vetëm rreth 0.7% është U-235, që nuk mjafton për shumicën e përdorimeve. Prandaj uraniumi duhet të pasurohet. Shkencëtarët përdorin një proces shumë të ndërlikuar për të rritur përqindjen e U-235. Imagjinoni një pajisje për terjen e sallatës që rrotullohet me shpejtësi. Pjesët më të lehta lëvizin drejt qendrës. Diçka e ngjashme ndodh edhe me pasurimin e uraniumit, vetëm se në vend të gjethëve të sallatës janë atomet e uraniumit që ndahen. Këtu bëhet interesante, për shumicën e centraleve bërthamore për prodhim energjie, mjafton uranium i pasuruar në nivelin 3 deri në 5% U-235. Për disa reaktor kërkimor mund të kërkohet pasurim deri në 20%, por për të ndërtuar një armë bërthamore nevojitet uranium i pasuruar në të paktën 90% U-235. Kjo njihet si uranium me cilësi për armë ose weapons grade. Po në cilën fazë gjendet programi bërthamor i Iranit? Irani thot se po pasuron uranium për prodhim të energjisë elektrike dhe për kërkime mjekësore, gjë që lejohet nga rregullat ndërkombëtare, por ja ku qëndron problemi. Të njëjtat makina që pasurojnë uranium për qëllime civile mund të përdoren për të prodhuar lëndë për armë, nëse vazhdohet me pasurimin. Sa më i lartë të jetë niveli i U-235, aq më i lehtë bëhet kalimi në pasurimin për armë. Për shembull, të kalosh nga uraniumi natyror në 60% U-235 është një arritje e madhe teknike, por kur ke arritur në 60%, kalimi në 90% është shumë më i shpejtë dhe pjesa më e vështirë është kryer. Pikërisht për këtë arsye, bota i kushton aq shumë vëmendje nivelit dhe sasisë së uraniumit që po pasuron Irani. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike thotë se Irani aktualisht ka mbi 400 kg uranium të pasuruar deri në 60%. Nëse Irani grumbullon rezerva të konsiderueshme të uraniumit të pasuruar në 60%, atëherë teorikisht mund të kalojë shumë më shpejt në prodhimin e materialit për armë nëse një ditë vendos ta bëjë këtë. Irani këmbgul se nuk ka interes për krijimin e armëve bërthamore dhe se programi i tij është tërësisht për qëllime paqësore. Por për shkak se teknologjia mund të përdoret si për energji, ashtu edhe për armë, shqetësimi ndërkombëtar vazhdon të jetë i pranishëm.